Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Falënderimi qoftë Allahut xhelle wa ala, atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet të na dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik, dhe të gjithë atyreve që pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, vazhdojmë me shpjegimin e sirës, jetës së të dërguarit sallallahu alaihi wasallam. Ku sot me lejen e Allahut subhanahu wa taala do të flasim për periudhën medinase, apo për periudhën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam migroi nga Mekka për në Medinën e ndritshme. Para kësaj kemi folur për periudhën mekase, pra periudhën në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kaloi 13 vitet e plota në trysni, duke u përsekutuar dhe duke ja mbytur dhe duke ja luftuar shokët e tij. Ndërsa tash e tutje do flasim për periudhën medinase. Pra periudha medinase, vëllezër të nderuar, ka ngjarje të shumta dhe të ndryshme. Dhe ne nuk do të ndalemi në secilë ngjarje, nga se kjo do merr kohë shumë. Mirë po, me lejen e Allahut subhanahu wa taala do flasim vetëm për disa ngjarje të rëndësishme të cilat kanë ndodhur në periudhën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka shkuar në Medinë. Pra ngjarje të cilat kanë ndodhur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në Medinë janë të shumta, si për shembull betejat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ekspeditat ushtarake të cilat i ka dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj marrëveshjet të cilat i ka bërë me pabesimtarët, pastaj takimet, pastaj marrëdhëniet shoqërore, pastaj jeta familjare e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, pastaj jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me sahabët, pastaj jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me munafikat, pra si ka trajtuar munafikat, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me armiqet e tij, të cilët ishin disa mbrana në Medinë e disa jashta Medinës së kështu me radhë. Pra ngjarje janë të shumta, ne gjatë librit do i trajtojmë disa prej tyre, mirë po nuk do të harrojmë se jeta e pejgamberit alayhis salam apo sirja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një thesar i çmuar prej të cilit burojnë dobi dhe mësime të ndryshme, dhe tamam si thot Allahu xhela wala në Kur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, shembullin më të mirë e keni të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe me të vërtet jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është një mrekulli me të cilën Allahu subhanahu wa taala e ndëroi këtë umet, nga se në një periudhë të shkurt për 23 vjet, 13 vite në Mekë dhe 10 vite në Medinë, të gjitha këto ngjarje të cilat kanë ndodhur, pastaj me jetë ngjarjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shpjegim dhe shembull për çdo njeri që vjen deri në kiamet, pa marrë parasysh pozitën e tij që e ka, me mbet shembull dhe me mbet model pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se si duhet të menaxhohen situatat, pa shkuar në ekstrem dhe pa shkuar në neglizhim dhe pa lëshuar pa në fenë e Allahut xhelalu ala. Pra e kemi shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe padyshim se në jetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka mësime dhe ka urtësi dhe ka dobi të shumta, të cilat disa i kemi përmend e disa me lejen e Allahut subhanahu wa taala do vinë në shpjegimet dhe ligjëratat në vazhdim. Në përgjithësi, vëllezër të nderuar, jeta në Medinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dallon prej asaj
periudhës që kishte kaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Nga se periudha në Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punonte se si ta edukonte një individ apo një besimtar. Dhe numri i këtyre njerëzve në Mekë ishte numër shumë i vogël. Po gjatë gjithë atyre viteve që kishte thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, numri i tyre ishte i vogël që u kishin përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe shpesh herë muslimanët në Mekë detyroheshin ose të mos konfrontoshin me pabesimtarët ballë për ballë, ose ndonjëherë duke u munduar fshehtazi ta përshënin islamin dhe të thirrnin njerëzit në islam, e ndonjëherë detyroheshin të migranin, pra të bënin hijret, siç i kemi 2 hijretet në Abesini dhe i kemi shpjeguar, dhe pastaj hijreti i tretë, domethënë që është detyruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe muslimanët me ik prej Mekës dhe me kaluar në Medinë. Pra, periudha që vjen në Medinë dallon prej asaj në Mekë. Nga se në Mekë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte fokusuar që ta mbillte imanin dhe besimin si duhet në zemrat e sahabëve. Dhe ajetet dhe suret të cilat kanë zbrit në periudhën mekase, më shumë janë fokusuar vetëm tek akidja, apo tauhidi, apo krijimi, apo ngjarjet se çka kanë ngjarë umeteve dhe popujve të pejgamberëve të kaluar. Kjo domosdoshmë ka qenë periudha e Mekës, ndërsa periudha në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është përpjek domosdoshmë në edukimin e shoqërisë. E shoqërisë islame, e cila kishte filluar të mbinte apo të përhapej në Medinën e bekuar të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shtrohet pyetja vëllezër të nderuar, cilat janë ato baza që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi në Mekë, dhe cilat janë ato me të cilat kishte filluar në Medinë. Pra, ka ishte nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ndërtimin e shoqërisë të cilën e kishte gjetur në humnerin e devijimit. Pra, ku është ajo piknisja e baza që ishte nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pra, në Mekë, ndërsa cila gjithashtu ishte ajo bazë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte nisur në Medinë. Sa i përket Mekës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në 3 baza e kishte ndërtuar shoqërinë. Pra, muslimanët. E para ishte imani në Allahun subhanahu wa taala. Pra, të besohej Allahu xhalla wala, të njësohej Allahu dhe të madhrohej Allahu xhalla wala. Dhe gjithashtu të besohej fuqia Allahu xhalla wala, sa ajo është krijuesi i kësaj gjallësie, sa është krijuesi i kësaj gjallësie. Dhe gjithashtu të nënshtrohet këtij krijuesit. Pra, shoqëria muslimane në Mekë të nënshtrohej krijuesit të kësaj gjallësie, të nënshtrohej Allahu subhanahu wa taala. Dhe piknisja e kësaj shoqërie në Mekë, kur të që besonte ishte La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jetoi me këtë fjalë 13 vite me radhë në Mekë. Dhe u mundua që ta mbillte këtë fjalë madhështore për të cilën janë krijuar qetë dhe toka. U mundu ta mbillte në zemrat e atyre të cilët kishin besuar. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u thoshte njerëzve në Mekë, po ky hadith është thonë në Mekë, në kohën kur njerëzit adhuronin Latin, Uzajin dhe Menatin. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Thuani la ilaha illallah do të shpëtoni. Nga se ata nuk e pranonin këtë fjalë, nuk e thonin këtë fjalë dhe ishin të dhënën pas idhujve dhe putave të ndryshëm. Dhe kjo fjalë, vëllezër të nderuar,
nuk ishte qëllimi saj të thuhet vetëm me gjuhë. Mirë po, qëllimi kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thoshte që thuni la ilaha illallah, pra kërkante që kjo fjalë duhet patjetër të zbatohej në vepër dhe të punojmë baza asaj që thret fjala la ilaha illallah. Arabët, siç e dini, e pranonin Allahun si krijues, e pranonin se ai jep jetë dhe vdekje, e pranonin se ai është furnizuesi, e pranonin se Allahu xhelalu ala ka kriju qetën dhe tokën. Mirë po, siç thot Allahu, wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulanna Allah. Dhe nëse i ke pyetje ata se kush e ka kriju qetën dhe tokën, ata kanë thonë Allahu, por e kanë besu Allahun xhelalu ala. Mirë po, sa i përket asaj që ka thirrë kjo fjalë, që mu adhuruj vetëm Allah dhe mos mu adhuruj dikush tjetër pas Allahut, këtu ishte defekti. Pra ata e pranonin se Allah është krijuesi, ndërsa sa i përket gjykimit, gjykonin bazë fiseve dhe traditave dhe zakoneve të tyre. Ata e besonin se Allahu xhelalu ala është krijuesi, mirë po nuk e besonin se Allahu xhelalu ala është urdhëruesi. Ata e besonin se Allahu azza wa jalla mirëmban këtë gjësie dhe kujdeset për të që mos bashkohet dielli dhe hana dhe ta lëshon shiun me mos e kështu me radhë. Mirë po kur ishte në pyetje ligjvënia dhe urdhëresat dhe ndalesat nuk e pranonin këtë nga Allahu subhanahu wa taala. Prandaj vëllezër të nderuar, fjala la ilaha illallah është e lehtë mu thonë në gjuhë, mirë po është e rëndë mu zbatuar në praktik, përveç atyre që Allah azza wa jalla ja u ka lehtësue, e atyre që Allah azza wa jalla ja u ka lehtësue, u mbushën zemrat e tyre me iman dhe dojnë Allahun xhelalu ala më së shumti. Dhe kjo dashuri ndaj tyre, ndaj Allahu xhelalu ala i bën që t'ju lehtësohen ibadetet, edhe t'ju lehtësohet rruga e shpëtimit, edhe t'ju lehtësohet rruga e xhenetit, dhe t'ju lehtësohet rruga e pasimit të pejgamberit dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra fjala la ilaha illallah është e lehtë në gjuhë, mirë po fjala la ilaha illallah shpesh herë mundet me ranë kundërshtim me maslahatet tua, me intereset tua, me egon tonë dhe efshin tanë. Edhe pse kjo fjalë e tëra është maslahat, edhe kjo fe krejt ka zbrit për maslahat njerëzimit, të muslimanëve dhe njerëzimit dhe kësaj gjësie, mirë po njerëzit do ta pranojnë dhe ta thojnë me fjalë dhe të binden me vepër, dhe ta mësojnë me dituri dhe të binden e të, dhe të nështrohen asaj që thirr fjala la ilaha illallah. Prandaj vëllezër të nderuar, arabët e kuptonin mirë se çka thret kjo fjalë dhe nuk e pranuan ta thënin atë. Dhe shumë prej tyre vdiqen duke luftuar këtë fjalë, dhe duke luftuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e pranuan fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Pra baza e parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thirrë në periudhën mekase ishte fjala la ilaha illallah. Pastaj e dyta është pjesa e dytë e dëshmisë e shahadetit, pra Muhammedur Rasulullah. Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar Allahut. Po ta pranosh se pejgamberi është i dërguar, është ndërmjetësues mes teje dhe Allahut xhelalu ala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç thot Allahu xhelalu ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe ne nuk të dërguam ndryshe ty o Muhammed, përveç se rahmet dhe mëshirë për gjitha botrat. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është dërguar rahmet, sa që e ka përmend Ibn Qayyim rahimahullah, se si është dërguar pejgamberi alaihi salam rahmet për besimtarët, për muslimanët, se si është dërguar për gjitha krijesat, dhe është dërguar derisa dhe për pabesimtarët është rahmet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pejgamber i dërguar e Allahut për të cilin ne do pyesim edhe natën e varrit për të. Dhe pozita e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është se ai nuk flet asgjë përveç se atë çka i shpallet prej Allahut xhallahu ala. Thot pejgamberi alaihi salam në një hadith: "Ela inma harramtu mithlu alladhi harrama Allah." Thot me të vërtetë atë që unë bëj haram, thot është njëjtë sikur se aja që ka bërë haram Allahu. Për arsye se Allah thot për pejgamberin alayhis salam: "Wa ma yantiqu anil hawa",
pejgamberi alayhis salam nuk flet prej hamendjes, nuk flet prej egos së tij. In huwa illa wahyun yuha. Mirë pa ajo që e flet është shpallje për Allah subhanahu wa taala. Pra suneti pejgamberit alayhis salam është shpallje, dhe Kurani që i ka zbrit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është shpallje, dhe me këtë bazë të dytë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thiri me kasit dhe i thiri pa besimtarët, dhe pastaj bazamenti i tretë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thiri njerëzit në Mekë ishte besimi i bindshëm dhe i paloharshëm në ditën e ringjalljes. Pra do vjen një ditë kur do ringjallësh dhe do dilesh për Allahu xhelalu ala. Do vjen një ditë dhe është shumë shpejt me lejen e Allahut kur ti do merresh në llogari për atë se çfarë ke bërë në jetën e kësaj bote, dhe do dalësh për atij i cili nuk i ikën asgjë as tokë Allahu xhelalu ala, dhe do të merr në llogarie dhe do të pyet Allahu azza wa jall madha kuntum ta'budun, çfarë keni adhuruar në dynjë, wa madha jabetumul murselin, dhe çfarë përgjigje ju keni dhënë pejgamberëve. Sa i përket pyetjes së parë përgjigjet la ilaha illallah, ndërsa sa i përket përgjigjes së dytë i përgjigjet dëshmia Muhammedur Rasulullah. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrste njerëzit që ta besojnë këtë ditë që s'ka pikë dyshimin ta, pra ta besojnë ditën e ringjalljes. U thoshte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la tamutunna kama tanamun, pasha Allahun do të vdesni ashtu siç flini. Wala tub'athunna kama tastayqidhun, dhe keni murin gjallë ashtu si zgjoni në mëngjes. Wala tuhasabunna ala ma ta'malun, dhe keni mu marrë në llogari për ato që e keni vepruar. Wa innaha lal jannatu abada aw in-naru abada, ose do jeni në xhenet për gjithmonë, ose do jeni në xhenem për gjithmonë. Pa ky është mesazhi me të cilin ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thirrë njerëzit që ta besojnë këtë ditë madhështore, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, pra ditën kur gjithë njerëzimi kanë me dalë në kam për Allahut subhanahu wa ta'ala për të gjykuar dhe për të marrë në llogari për atë që e kanë kaluar në jetën e kësaj bote. Prandaj nëse studiojnë fjalën la ilaha illallah, shohim se kjo fjalë më shumë është fokusuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për periudhën mekase. Ose të adhurohet Allahu xhelalu ala dhe të pranohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se është i dërguar Allahut. Mirë, po nuk janë lyp dispozita. Ndërsa Muhammedur Rasulullah i përshtatet më shumë periudhës së Medinës, nga se Muhammedur Rasulullah don të thotë të besosh gjithë ato që ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të largohesh prej gjithë atyre që na ka ndaluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe mos të adhurosh Allahun përveç se me atë që ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe të mos gjykosh në asgjë tjetër përveç asaj që ka thirrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër të nderuar, nuk ka mundësi me u forcue feja Allahu xhelalu ala nëse nuk forcohen në zemrat e njerëzve këto tri pika, pra fjala la ilaha illallah, fjala Muhammedur Rasulullah, edhe besimi i bindshëm dhe i palohatshëm në gajb apo në ditën e ringjalljes. Prandaj sa madhështor është ajeti, sikur ta kuptojnë dhe ta përjetojnë si duhet, ku Allah thot kul in tukhfu ma fi sudurikum au tubduhu ya'lamhu Allah, thuaj nëse fshehni atë që keni në gjoksa, ose e publikoni atë dhe Allahu. Pra të Allah është e njëjtë, po e fshehe, po e publikohe, do më honë Allahu azza wa jall din gjithçka, e din të kalumen, e din të tashmen, e din të ardhmen, dhe e din një gjë që se ekziston, po të ekzistante, çfarë roli kishte me lujt dhe çfarë funksioni kishte me kry. Pra Allahu xhelalu ala është i gjithdituri dhe është gjithë shikuesi dhe është gjithë ndëgjuesi, dhe kur besimtari mbjell në zemrën e tij dhe e madhron Allahun si duhet, se Allah e sheh, se Allah e nin, se Allah xhelalu ala është me dijen e tij dhe e vëzhgon besimtarin, atëherë besimtari rregullohet dhe përmirësohet me Allahun xhelalu ala dhe përmirëson veprimet e tij dhe përmirëson fjalët e tij dhe përmirëson jetën e tij
dhe ai kështu është gjithëherë i lidhur me Allahun subhanahu wa taala. Pra kjo është ajo periudha kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thirrën njerëzit në Mekë. Mirë po, thamë se ne sa do flasim për periudhën medinase, pa kur shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Pra ardha apo arritja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë ishte pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arriti të shpëtoi prej mushrikëve, të cilët kishin dalë në kërkim dhe kishin vendosur 100 deve shpërblim. Kush e zë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam gjallë apo të vdekur? Dhe pasi që arrin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, gëzimi i ansarëve, gëzimi i muslimanëve në Medinë ishte i papërshkrueshëm, vëllezër të nderuar. Ata hypnin në kulma të shtëpive dhe pastaj në trupa të hurmesh dhe shikonin mos po duket pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke ardhur. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i afrohet Medinës, atëherë fillojnë ansarët me kënu ilahi edhe me prit pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ilahi nga gëzimi madhështor se kishte arritur komandanti i tyre, kishte arritur pejgamberi i tyre, kishte arritur i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, të cilin kishte dërguar Allahu për t'i nxjerrur nga errësira në dritë dhe nga kufri në islam dhe nga xhehenami për në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ansarët u gëzuan shumë nga se ata ishin në shërbim të pejgamberit alayhis salam dhe mëzi nuk pritshin të ishin në shërbim të islamit me të cilin do i urnonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ansarët ishin të gatshëm të sakrifikonin për çdo gjë për të cilin do i urnonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj vëllezër të nderuar, hyrja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë don të thonte që do jesh në luftë me arabët dhe ju arabët. Don të thoshte që të gjithë ata të cilët të luftojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti do jesh përballë tyre me luftë apo me sprova dhe trazira të ndryshme. Gjithashtu japte të kuptonte se do jesh në armiqësi me çifotët armisë të pejgamberëve dhe armisë të muslimanëve dhe armisë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe japte të kuptonte se patjetër duhet sakrificë, duhet mund, duhet shpenzim për në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, nga se ansarët nëse kujtohet në besatimin e dytë në Akabe, e kishin dhënë besatimin se kur të vjen pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë, do mbronin atë ashtu siç i mbrojnë gratë dhe fëmijët e tyre. Prandaj këtë pejgamberi alayhis salam u kishte kurzuar në këmbim të xhenetit gjërësia të cilët është gjërësia e qiellit dhe tokës. Prandaj ansarët treguan shembullin më të mirë dhe ndihmuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha për ansarët: ayatul imani hubbul ansar. Tha me të vërtet shaja e imanit është me i dasht ansarët, wa ayatul nifaq bughdul ansar, dhe shaja e nifakut, hipokrizis, është me i urrejt ansarët. Shika se ku janë ngrita njerëzit dhe çka i ka bëu këta mu ngrit këtu? I ka bëu mu ngrit ndihma që ja kanë bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe sakrifica e tyre për islamin dhe për muslimanët, dhe se si kanë hapë shtëpijat e tyre dhe e kanë nxjerrë pasurinë e tyre në ndihmë ndaj vllavit të vet, të cilët kishin bërë hijret nga Mekka në Medinë, pra muhaxhirët. Prandaj vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam arrin në Medinë dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në momentin që arrin në Medinë e shohëm vëllezër të nderuar dhe patjetër duhet të ndalmi në këtë pikë. E shohëm se nga këtu, nga ika pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka ardhur alarmi për mëkëmbjen dhe forcimin e tina. Po deri këtu është shumë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u shpërndjek, u largu prej vendit të tij të dashur Mekës. Pastaj shumë se si pak më herët i vdes pejgamberi alayhis salam hoxha i tij i cili ndihmonte. Pastaj se si kaloi vitet në bojkot. Pastaj se si vdes Khadija, ajo e cila i kishte besuar e para dhe e kishte përkrahur dhe ndihmuar. Pastaj se si e armiqsonin mushrikët e Mekës. Pastaj se si kishte dalë në Taif dhe kishin luftuar të gjithë duke gjuajtur me gur.
dhe pastaj se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte detyruar të ikej dhe të migrante nga Mekka në Medinë, e shohëm se në vështirësitë në të cilat ka kalu, vjen fitore dhe ndihma Allahut azza wa jall, tamam si thot Allahu xhalla wa ala në surën Qasas, inna fir'auna ala fil ard, thot me të vërtetë faraoni ka tepruar në tokë, është treguar kryelart, wa ja'ala ahliha shi'a, edhe popullin e kanë dhënë grupacione, yastad'ifu ta'ifatan minhum, një palë prej tyre shtyp, ndërsa palën tjetër e ndëron, innehu kana min al-mufsidin, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, thot Allahu, u athertën fëmijët e tyre, ndërsa u aq ndërante gratë e tyre, me të vërtetë ai ka qenë prej shkatrimtarëve. Thot Allahu, wa nuridu an namunna ala alladhina stud'ifu fil ard, thot ne po dëshirojmë me i ngrit dhe lartësu këta që po shtypen, wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum al-warithin, dhe me i bë ata prisa udhëheca dhe me i bë trashëgimtar të tokës. Pra Musa alayhi salam dhe e beri Allahu xhalla wala. Prandaj shikoj dhe këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që ka lënë këtë shtypje, pasi që ka lënë së bashku me sahabët e kështu me radhë, pas gjitha këtyre vështirësive, ja po vjen periudha medinase, po vjen një vend, domethënë po kalon pejgamberi sa në një vend, në një periudhë ku do kalon 10 vjet në Medinë, dhe këto pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ngrit shtetin e ri islam në Medinë dhe do ngrit bazave të Kuranit dhe Sunetit, dhe nga këtu do formohen sahabet, dhe nga këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do shlidhon Mekën, dhe nga këtu do i thirr pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbretërit më të mëdhenj të dunjas në islam, dhe të gjitha këto me lejen e Allahut subhanahu wa taala do vinë në vazhdim. Arriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Medinë, cila ishte çeja e parë apo cila ishte vepra parë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e bëri pasi kaloi domethënë në Medinë. Para se të arrijë në Medinë, u ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Quba. Po në Quba ato qëndroi 2 javë dhe e ndërtoi një xhami, që edhe sot e kësaj ditë njësi xhamia e Qubas. Dhe thot pejgamberi sallallahu për këtë xhami, ai i cili pastrohet në shtëpinë e tij, dhe vjen ditën e shtunë, dhe i fol 2 recate. Pra viziton xhaminë e Qubas, e ka shpërblimin sa me kry një umre. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një bunar, e ka përgëzuar me xhennet Ebu Bekrin, e ka përgëzuar me xhennet Omerin dhe Uthmanin radhiyallahu anhum. Dhe këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka rënë noza, pra në këtë bunarin të xhamia Qubas. Pra shikon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjën e parë që e vepron pasi që arrin, e ndërton xhamin. Kjo xhami është e përmendur edhe në Kur'an, le mesjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin, thot një xhami që është ndërtuar mbi baza e devotshmërisë prej ditës së parë, e hakun të kume fi është më parsore të qëndrosh në te. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pasi që e ndërton xhamin e Qubas, atëherë vazhdon për në Medinë. Dhe kur vazhdon në Medinë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don me ndërtue ato edhe xhamin e tij, pra që një si xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe secili dëshironte që xhamia të ndërtohet në tokën e tina, nga se xhamia është vendi më i dashur në tokë për Allahun xhelalu ala. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e jep një mësim shumë të rëndësishëm, thot lënë thot deven, ato ku aja ndalet dhe pushon, ato do ndërtohet xhamia. Pra subhanallah, pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha lënë deven sa ajo është e urnume. Pra lënë deven ku do që të ndalet aja. Deshit ja jep një mësim shumë të rëndësishëm, nga se devja është e urnume për Allahut. Pra ato ku ndalet devja, ato do ndërtohet xhamia. Dhe sikur deshit e u thot pejgamberi alayhis salam, se dhe unë si i dërguar Allahut jam i urdhëruar për unë sallat. Prandaj edhe jo besimtar, jeni të urdhëruar për Allahut subhanahu wa taala. Dhe pastaj u ndal devja pejgamberit sallallahu alaihi wasallam,
dhe ato ndërtu xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Allahu në Kur'an: "Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Thot nuk i takon i besimtarit dhe një besimtarës kur ka vendosur Allahu për një çështje dhe i dërguari i tij ata me pas zgjedhje të tërfore. Pra Allah ka vendosur devja mulshu. Aja do të urnuar pjonës së Allahu xhelalu ala. Kështu që ato ku ndalet devja, ato do ndërtohet xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sikur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allah një mesim të rëndësishëm sahabëve, pra se duhet të ndëgjani dhe duhet të bindni. Nga se këto urdha që i dhohen si i dërguar Allahut, pra janë me shpallje pejgamberit Allahu subhanahu wa taala, prandaj edhe sahabët e kishin dhënë besatimin e Aqabe se do ndëgjojnë dhe do i binden dhe do respektojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk e kundërshtuan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra gjëja e parë që shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në Medinë ishte ndërtimi i xhamisë së Kubës, ndërsa gjëja e dytë që bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte xhamia e pejgamberit alaihi salam apo xhamia e Medinës dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pastaj gjëja e tretë që bëri ishte vëllazëria e muslimanëve mes fisit Evs dhe Khazraj. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bashkoi këto fise dhe pastaj quajti Ansar, pra ndihmtarët e fesë Allahut. Këto dy fise kishin qenë 40 vjet luftë me njëri tjetrin dhe Allah azza wa jalla ka përmend Kur'an, thot: "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Kapuni të gjithë për letarin e Allahut azza wa jalla dhe mos u përçani. "Wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum." Përkujtohet Allahu, përkujtoni mirësinë dhe nimetin e Allahut kur ishit armiq dhe Allahu xhelalu ala u bashkoi zemrat e juve. Po bashkoi. Alafa i thoin edhe autori në gjuhën arabe kur shkruan. Pra çka banai te elif, pra i lidh fjalit. Edhe Allahu xhelalu ala përdori këtë fjalë në Kur'an, pra alafa bayna qulubihim. Pra i ka lidh zemrat e tyre. Edhe pastaj e ke po kur lidhen fjalët del libra shumë e bukur. Njashtu edhe sahabët kur i bashkuan zemrat dhe kur vllazëruan këto dy fise dhe u quajtën Ansar, mbeten faqe e bukur në historinë islame dhe mbeten njerëzit më të mirë pas pejgamberëve dhe mbeten sahabët e lavdruar në Kur'an, përse Allahu azza wa jalla tha: "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Nëse ju besoni ashtu siç kanë besuar ata, do jeni të udhëzuar. Po sahabët janë vendos peshore për gjithë neve që vim dhe në kiamet. Pra imani jonë do të kthehet a besojnë a siç besojnë sahabët. Për ndryshe nëse nuk besojmë si ata, nuk jemi të udhëzuar. Ama nëse besojmë siç besojnë sahabët, do jemi të udhëzuar në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do ndal me pak se si ka ndërtuar xhamin. Pra xhamia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam o ndërtue me qërpiq edhe me gjethet e hurmeve. Por xhamia e thjesht, nga se qëllimi ishte edukimi aty në njerëzve të cilët do vinë të nënshtruar ndaj Allahut azza wa jall. Pa ata të cilët do vinë ta folin namazin këtu, do i nënshtruan Allahu xhelalu ala. Këta njerëz dhe këta burra duhet të edukohen mbas mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Po nuk është qëllimi sikurse fatkeqësisht që ndodh sot, domethënë. Dhe kjo është prej shaftë kiametit, siç ka në hadith nga Imam Ahmedi rahimahullah transmetohet se nuk ndodh kiameti para se njerëzit kanë me burr dhe kanë me u lavdruar me ndërtimin e xhamiave. Filani ka fut 200.000, filani 500.000, filani 100.000. Ne kemi bledhur sterin më të madhin, tjetri ka fut mikrofonat më të shtajtë kështu me radhë. Domethënë kjo është që nuk do kujdesen për xhamatin mrena. Nuk do kujdesen për xhamatin ju bota vetëm i thirr në xhami. Mirë po do kujdesen për anën materiale të xhamisë. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk u kujdes për anën materiale. Mirë po kujdes për njerëzit të cilët do hinë në xhami, se si do edukohen ata, se do mësohen ata, se do adhurojnë Allahun subhanahu wa taala ata. Gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë ndërtimit të xhamisë ka marrë vetë pjesë fizikisht, domethënë në bartjen e tullave, qërpiqve dhe domethënë gjetheve të humrave dhe atyre elementet me të cilat ndërtu xhamia pejgamberit alayhis salam.
Nga kjo kuptojna se pejgamberi si pejgamber dhe si udhëheqës këtyre sahabëve, pra se bashku me ta njëjtë ka kaluar në të njëjtat vështirësi dhe të njëjtat lodhje. Pra dashuar më vonë se si pejgamberi ka marrë pjesë në luftën e Bedrit, në luftën e Uhudit, pastaj se si ka marrë pjesë në hapjen e Hendekut e kështu me radhë. Pra nuk ka nejt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam si shprin kryetarët e shtetit për shembull kolltuçe, pastaj nikun në hotelet më të mira, pastaj gjërat më luksuese kështu me radhë. Jo, pejgamberi sallallahu ka qenë bashku me sahabët dhe sahabët e kanë pa ërnek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para se të vendosej në shtëpinë e tij, u vendas që të ndërtohej xhamia ku do adhurojë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj si u ndërtu shtëpia pejgamberit alayhis salam, nëse na u lejohet mu quajt shtëpia pejgamberit alayhis salam, nga se pejgamberi alayhis salam kapun për xhami është vendosur në dhomë. Pastaj dhomat e bashkëshortëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra secili prej sahabëve dëshironte që kur kishte arrit pejgamberi në Medinë të ishte musafir në shtëpinë e tij. Mirë po, ngjarja është e gjatë, inshallah do flasim ndonjëherë për biografinë e Abu Ayyub al-Ansariut më në detaje, po sido që të jetë shkurtimisht pejgamberi son vendoset tek Abu Ayyub al-Ansariu dhe Abu Ayyub al-Ansariu ka pas një shtëpi 2 kat. Pejgamberi son është vendosur poshtë për shkak njerëzve të shumë që do vinë dhe do ketë çështje me ta, ndërsa vetë është vendosur me bashkëshortën e tij në katin lart. Pastaj kur kanë rënë për të vjetur, i ka thonë bashkëshortës së vet, si është e mundur ne të jemi si për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërsa shpallja vjen prej qiellit. Pastaj transmetohet se njëri ka dalë në qyshin e shtëpisë, tjetri në qysh shtëpisë, ka nejt deri në mëngjes nga friga se mos kanë ndërhyjë mes shpalljes dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pejgamberi alayhis salam i kanë treguar se si kanë zgjuar tër natën, dhe pejgamberi alayhis salam ju ka dhënë leje. Megjithëse ata kanë insistuar me zbrit poshtë, pejgamberi sa u ngrit lart në katin e dytë, mirë po me lejen e pejgamberit sa janë vendosur lart, nga se pejgamberi sa tha, unë kam takime me njerëz të ku ne hyjnë sahabë të shumë për fetva të ndryshme dhe për gjëra të tjera të ndryshme, prandaj unë do të vendosna poshtë kështu me radhë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra vendoset në shtëpinë e Abu Ayyub al-Ansariut dhe pas kësaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fillon me studiue ambientin e Medinës, po kush gjendet në Medinë. Dhe vëllezër të nderuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam donte të dinte se kush është prej banorëve duke jetuar në Medinë, pastaj kush gjendet rreth Medinës, pastaj kush armitson Medinën, pastaj kush është neutral me Medinën. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është duke ngrit në shtet, po në shtet i cili do gjykon me ligjet e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas studimit e shohëm se Medinën e ka gjetë me këto grupacione. E para i ka gjetë muslimanët. Pra muslimanët të cilët kishin pranuar Islamin. Mirë po sa i përket muslimanëve, gjithashtu muslimanët ishin disa kategori. E para muslimanët që ishin me origjinë nga Medina, apo këta që njën si ansarët, e që ishin prej fisit Efs edhe Khazraj. Kategoria dytë ishin muslimanët muhajir, pra muslimanët të cilët kishin ikur nga Mekka dhe kishin ardhur në Medinë. Pastaj grupi i tretë ishin muslimanët që kishin shkuar në Abisini, pra që ishin larg Medinës. Numri i tyre ishte afër 80, pra që kishin shkuar për afërsisht që 15 vite ishin atje. Pastaj grupi 4 muslimanët të cilët ishin jashta Medinës dhe jashta Mekës. Pra kishin mbetur ato këtu disa kabile të muslimanëve dhe disa për tyre ishin në Yemen, disa ishin në fisin Gifare, disa në kabilen e Sleme kështu me radhë. Dhe gjithashtu e muslimanët të cilët ishin mustadafine, pra muslimanët e dobët në Mekë. Dhe këtu ka qenë Ibn Abasi dhe nëna e tij që thëtë unë dhe nëna ime ishën prej dobëtëve në Mekë, ju buzëqeshëm pa besimtarëve kurse zemrat tona ju rrinin ata, kurse sa i përket Abasit ende në këtë kohë ka qenë mushrik. Pra kjo ishte gjendja e muslimanëve kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka arritur në Medinë. Ndërsa sa i përket kategorisë tjetër që është kundër Islamit, e që janë mushrikët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur arriti në Medinë,
i gjeti edhe prej këtij grupi, pra prej mushrikëve që banonin në Medinën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam patjetër u dashkë që të mirë edhe me ta dhe domethënë të punonte me ta në ato kushte të cilat ja kishte lejuar Allahu subhanahu wa taala. Për këtyre mushrikëve kishte domethënë prej tyre që ishin nga fisi ose dhe Khazraj, por jo të gjithë kishin pranuar Islamin prej tyre. Dhe kemi shpjeguar në besatimin e dytë në Akabe se si ka pas 300 prej mushrikëve që kanë shkuar në Mekë në kohën e haxhit, mirë, por vetëm 75 prej tyre kanë qenë musliman. Gjithashtu kishte prej mushrikëve që njihen si beduin, mirë, po që ishin domethënë në disa në rrethinën e Medinës, e se këta zakonisht njihenin si me plaskitje, domethënë me grabitje dhe plaskitje, dhe ishin si plaçketës të rrugëve, pra duke ju dalë tregtarëve dhe njerëzve në rrugë kështu me radhë. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam patjetër që dojë të mirë edhe me ta. Gjithashtu mushrikët tjerë që patjetër pejgamberi sallallahu do ballafaqohej me ta, nga sa ata nuk do e lënë rahat pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ishin mushrikët, pra nga ana Kurajshëve të cilët edhe kishte ikë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prej tyre. Prandaj edhe këta patjetër që nuk do e lënë rahat pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe të qetë në Medinë, pra kjo ishte gjendja e mushrikëve kur arrin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Medinë. Kurse sa i përket çifutëve, pra çifutët ishin disa fise, ishin fisi Beni Qaynuqa, fisi Beni Nadir edhe fisi Beni Kurayz që jetonin në Medinë. Dhe këta, siç dihet, do jenë armiqtë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Përveç kësaj, në rrethin të Medinës, apo në vendin e quajtur Khaybar dhe Ummul Qura, gjendeshin gjithashtu të banuara me çifut dhe me jahudi, të cilët do jenë armiqtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe nga kjo mësojnë vëllezër të nderuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjë e parë që e filloi me njerëzit ishte t'u mësonte atyre fjalën la ilaha illallah, pastaj Muhammedur Rasulullah, pastaj besimin e bindshëm në botën tjetër, dhe kur njeriu ka bindshëm para syve botën tjetër, atëherë kjo rregullon imanin e tij, edhe rregullon veprat e tij, nga se njeriu e din se ka me dal për Allahut azza wa jall, prandaj edhe i rregullon fjalët e tij, edhe i rregullon sjelljet e tij dhe edukatën e tij kështu me radhë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi sahabët në atë se si duhet të shpenzojnë, edhe se si duhet të sakrifikojnë, edhe se si duhet të shpejtojnë në punë të mira dhe të hajrit. Dhe gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i edukoi sahabët në atë që të nisën nga xhamia, dhe nëse e studiojmë xhamin që ka luajtur rol të rëndësishëm prej kohës së pejgamberit alayhis salam e deri para 100 vjetë, e shumë se si për xhamive kanë dalë dietar, kanë dalë inxhinier, kanë dalë burra të mëdhej, dhe kanë dalë njerëz të cilët e kanë shpërndar Islamin linje perëndim dhe veri dhe jug. Dhe gjithashtu është shumë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë shembull i mirë për muslimanët në çdo send të vogël dhe të madhe, dhe se si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lidhur zemrat e muslimanëve me akide, nga se kur u than daluni, domethënë lënë devën se është e urdhëruar, prandaj kjo çështje duhet të besohet ashtu siç pejgamberi alayhis salam i ka urdhëruar. Pra ato ku nële devja, se devja është e urdhëruar, pra ai që urdhëron devën turnon edhe ty dhe mu, prandaj ne duhet të jemi të urdhëruar edhe të nështruar ndaj urdhave të Allahut subhanahu wa taala, edhe për fund se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kuptuar në realitetin pasi që ka arrit në Medinë, pra kush jeton këtu, kush prej muslimanëve si është halli i tyre, gjendja e tyre, ka gjendën ata, dhe kush prej mushrikëve, dhe kush prej çifutëve, dhe si duhet me vepru me këta, si duhet me mushrikë dhe si duhet me çifutët. Prandaj muslimani nuk duhet të jetë gafil ndaj aktualitetit, mirë po gjithherë të ecë mboza saj që ta ketë shembull pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe fenë Allahu xhela wa ala. Allahu na kuptoft fenë e tij dhe na mësoft me kuptuar rrugën e pejgamberit alayhis salam që me pasu ato dhe jo rrugën e pabesimtarëve. Dhe lusim Allahun subhanahu wa taala që Allahu azza wa jall na bën të sinqert në fjalë dhe vepra, dhe të na përshon ky mezhles në përshon e vepra të mira në ditën kur do dalim për Allahun subhanahu wa taala, dhe të na bëhet dritë dhe ndriçim në vorret
tona kur t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut subhanahu wa taala dhe kur do të pyetemi për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم الله يشفع به من الجنة.